I ri në moshë, por me një talent të jashtëzakonshëm. Bëhet fjalë për Dior Krasniqi. Mësume ka vizituar atë në ambientin ku e ushtron profesionin që ka dhe pasion. Muzika dhe dashuria për muzikë ka filluar në moshën 7 vjeçare, në atë moment kur mamin e pash duke kënduar edhe mu më dha si një farë vullneti për muzikë, edhe thash kam u bë muzikant gjithçysh, edhe që aty ja kum nis mi marr hapat e parë për muzikën. Kum shku edhe në kurs me axhin tem, Armen Krasniqin, të cilin e falenderoj shumë që më ka marrë mas vete në kurs. Domethënë aty kum filluar mi ndëgju notat e para, muzikën, dhe aty për s'parë herë ndëgjova muzikën popullore, domethënë, edhe që aty ja nisa më mësuava. 16 vjeçari pohon faktin se pati muzikën popullore në zemër, e madje ka dëshiruar gjithmonë të argëtoj dasmorët në ahengje familjare. Por si ishte për të paraqitja e parë? Stres ku pas shumë, normal se thësh na po del diçka keq para dasmorëve, edhe nuk po jam qaj që duhet mi bë mu knaq ose diçka, më argëtu, po me kalimin e kohës ishna që për aktorën shumë, po ma pëlqej muzikën, edhe më jepshin vullnet me bë alo sa ma mirë. Në Bir kanë publikuar edhe bashkëpunime, e urojmë e shpresojmë që ato mos t'jenë të fundit. Ekskluzivisht për emisionin Zoom, Diori zbulon kritikat e vogla që prej përvojës ja tha e ëma. Nashta nuk ma thot kritikën se i vjen pak keq, se unë ka djallë, edhe nuk do më bë mu një keq, po si çdo mam veshur qështu mirë se del keq, këno qështu mirë, jo hin qështu mirë, unë ishna fillestar muzikë, domethënë me këndim, unë e di të këndoj, po normal kong të madhe, nuk unë bë kur, kong me dal me spot, edhe u konë hera parë jemja, kun pas pak stres, po e kun kalu që shumë mas mirë, të konga ka dhe shumë mirë, po që shumë nga njerëzit që ajo është marrë rëndësishme. Diori shoqërohet edhe nga vëllau i tij, i cili ndon se i vogël dëshirën e ka shumë të madhe për të qenë pjesë e tregut muzikor. Përshëndetje, unë jam Donar Krasniqi, vin nga Suareka dhe jam vllavi Dior. Unë jam 10 vjeç dhe këtë profesion e kam pasur prej 7 vjetë dhe e du shumë. E kam pa vllavin tim Diorin, që kur kanë me sinde edhe mu më ka pëlqy, me vazhdu me punu edhe mu po më i mirë se vllavi jam. Vlen të përmendet që artisti Krasniqi ka bërë muzikë në Kosovë dhe jashtë saj. E thekson faktin që tetova e gostivare kanë mirëpritur trendin që ka krijuar. Ai gjithashtu ka motivuar moshatarët e tij me një mesazh të jetë emocionues. Po edhe kom pas në që jam friksu për publikut, thëshna kallëzova më parë që del keq diçka dhe nina shumë keq, muj me u vetën ato momente, po mos tutën, ne dalin, ne ta shfaqin talentin e tyre, s'kan që me majt mërna, se nëse e majt mërna kur nuk kanë me bo diçka, ne të dalin, ne ta shfaqin talentin e tyre edhe ne t'i shebote se ata shkadime. Të gjithëve na intereson të dim se si shkon përgatitja për një repertuar, e tani është koha që atë mësojmë nga i ftuari jonë. Në çdo darsë më duhet pak me ndryshu. Janë do kongë që nuk mundesh me ndryshu se atë duhet më kënu aty ndarsën, po janë do tjerë që mundesh me ndryshu. Përgatitja shkon njëjtë në çdo darsë, do më thonë si ndat, mikrofonët duhet mi përgatit krejt, repertori ndryshon, i kemi repertor. Diori për fund ka treguar se kjo lloj muzike po përkrahet nga masa, sidomos me audiencën që ai dhe vëllai i tij e kanë. Por prisni pak kur unë të martohem në vazhdimsi sa para do mi kërkoj ai. Unë me qmime nuk një la heq, e kam me la gjerin, domethënë, po për juve bojna një ullë, mos i keni arë për Prishtinës, suar herë. Po në ashtu da falë vinë, thash. E qysh me mbaru këtë storje pa në argëtu Diorin me diçka me qenë se na i kemi shku në konak.